9 muaj pas miratimit të së ashtë të quajturës paketa e maleve, nisma e qeverisë për zhvillimin e zonave malore duket se ka ngecur në vend. Në takimin e së enjtes me kryebashkiakët, kryeministri Edi Rama shprehu pakënaqësinë për vonesat në zbatimin e saj. Kjo vonesë është dekurajuese për ata të cilët tani më e kanë quar sinjalin e tyre që janë të interesuar të hynë në këtë proces dhe prej disa muajsh nuk kanë marrë akoma përgjigje. Dhe kjo është tërësisht e kundërta e frymës me cilën u konceptua dhe u aprovua kjo paketë. Deri tani, nga 61 bashki, vetëm 5 prej tyre si Elbasani, Belshi, Skrapari, Përmeti dhe Tropoja kanë identifikuar zonat prioritare për zhvillim. Sipas ligjit, pronat shtetërore mund t'ju kalojnë subjekteve private, që marrin përsipër ndërtimin e projekteve të miratuara, duke përfituar më pas certifikatën e pronësisë. Por numri investitorëve është i kufizuar në 500. Për të përshpejtuar procesin, Rama kërkoi ngritjen e një task force me 3 persona në çdo bashki, që do të ndihmojë 800 aplikantët e interesuar. 500 parët që do marrin kontratën, 10 vjet nuk do paguajnë asnjë lloj takse. Megjithatë, pas 9 muajsh, ende nuk dihet se cilat do të jenë ndikimet konkrete në buxhetin e shtetit. Ekspertët paralajmërojnë rrezik për kalimin e pronave shtetërore në duar të privatëve, për vetëm €1, pa mekanizma të qartë kontrolli. Kryeministri zbuloi se është identifikuar dhe një rast me dokumenta të falsifikuara për përvetësimin e një sipërfaqe toke. Do ta ndjekim deri në fund me prokurori, me gjykatën e gjitha çka janë, edhe pse pastaj kur vjen puna tek gjykata aty, siç e kemi vënë re, hasim me situata antishtet. Në terren, banorët e zonave malore vjojnë të kundërshtojnë ligjin për ndarjen e pronës, të njohur si ligji 17501. Sipas kreut të qeverisë, ligji i vitit 2020 nuk ka dhënë rezultatet e pritura, pasi pronat nuk janë të regjistruar me ligj dhe mungesa e certifikatave të pronësisë ka bllokuar zhvillimin e tyre. Në fund të takimit, Rama nuk kurseu ironinë ndaj disa kryetarëve të bashkisë, mes tyre Kuçova, Këlcyra, Devolli, Roskoveci, Fushazi, Memaliaj, Pogradeci dhe Shkodra, duke akuzuar për mungesë angazhimi në zbatimin e paketës.